Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kuj do t'ja merrte mendja, soda e bukës bën mrekulli për flokun, ja si ta përdorni. Soda e bukës është një produkt i zakonshëm i cili mund të gjendet pothuajse në të gjithë kuzhinat. Është shumë i dobishëm, kështu që mund të përdoret si një ushqim, ashtu si dhe për pastrim. Për më tepër, soda ka efekte të natyrshme shëndetësore dhe terapeutike. Kjo do të thotë se ajo ka aftësinë për të parandaluar rënien e flokut dhe për të stimuluar rritjen e tyre. Sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga aplikimi i sodës së bukës në flokun tuaj. Soda stimulon rritjen e flokut. Në fakt, soda mund të pastrojë plotësisht flokun dhe ta bëjë atë më të butë dhe më të shëndetshëm. Ajo pastron flokun nga toksinat. Nëse flokët tuaj janë plot me toksina ose kimikate, kjo gjë do të pengojë rritjen e flokëve. Soda pastron flokët në mënyrë efektive më shumë se çdo shampo. Kjo nuk është e gjitha. Ajo gjithashtu ju ndihmon të hiqni papastërtinë e tepërt nga floku juaj, gjë që do i lejojë ato të bëhen më të fortë për një kohë më të gjatë. Soda eliminon klorin. Klori mund të dëmtojë flokun tuaj, gjithashtu mund të ndryshojë ngjyrën e tyre. Soda heq klorin nga flokët duke parandaluar dëmtimin. Eliminon mbetjet e dëmshme të flokëve. A i dini se çdo xhel, shampo ose llak i flokëve të mbetur mund të ndikojë mbi flokun tuaj, duke e bërë atë më të yndyrshëm, por soda e bukës mund të pastrojë flokët tuaj natyrshëm. Është një përbërës i dobishëm që përmirëson ndjeshëm cilësinë e flokut dhe heq çdo mbetje balsami ose shampoje dhe siguron një shkëlqim të qëndrueshëm të flokëve. Një recetë shampoje që mund të përgatitet në shtëpi. Gjithçka që duhet të bëni është të përzieni ujë me sodë buke në raportin 3:1. Mbani mend se sa më gjatë të jetë floku, aq më shumë shampo duhet të përgatisni. Në veçanti është e këshillueshme të përzieni 6 lugë ujë dhe 1 lugë gjelle sodë buke nëse keni flok mbi shpatullat tuaja. Ju duhet të filloni të përhapni përzierjen nga rrënja e flokëve deri te skajet dhe ta lini për disa minuta. Pastaj ta shplani me ujë të ngrohtë. Ju do të habiteni nga rezultati. Soda do të pengojë rënien e flokut dhe do të mbështesë gjithashtu rigjenerimin e tyre. Soda e bukës është një përbërës që përdoret gjërësisht, veçanërisht është i pasvendësueshëm në recetat e gatimit. Soda është e pakrahasueshme për nga vetit, por edhe në shumë receta bukurie që mund të bëhen në shtëpi, por edhe në pastrim. Sot kemi zgjedhur që të përfshim pluhurin e bardhë në një recetë shampoje, gjë që gjem përdorime në shumë vende të botës. Së fundmi, po shtohen edhe njerëzit e famshëm që po heqin dorë edhe nga shampot me kimikate dhe zgjedhin përzierje me sodë për të jetuar shëndetshëm. Në këtë rast, përveç se ju ushqen flokët, ajo ndihmon edhe në rritjen e tyre. Receta e shampove me sodë buke. Bëni një përzierje me 1 lugë gjelle sodë buke me 2 deri në 3 lugë ujë. Punoni derisa të merrni një trajtë kremoze si ajo e shampos. Aplikoni shampo në flok të lagur dhe masazhoni për disa minuta. Më pas e shplani atë me ujë të ngrohtë. Kjo është një mënyrë shumë e mirë se si soda e bukës do të aplikohet në flokun tuaj. Flokët janë në pjesë e shumë brishtësive të trupit dhe mund të jenë më të rëndësishëm për pamjen tuaj. Ekspertët thonë se edhe shampot përmbajnë substanca të dëmshme siç është sulfati, të cilat kanë ndikime të forta jo vetëm te floku, por edhe te organizmi në përgjithësi. Shëndeti i flokut është gjatë gjithë kohës në kërcënim të ndocëve të jashtëm, por ndikohet fort edhe nga mungesa e ushqyerjes së rëndësishme që merret vetëm nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm. Për rrjedhoi, ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe ushqyer flokun. Një prej këtyre produkteve natyrale është soda e bukës. Kjo e fundit përdoret për pastrim, gatim edhe kundër disa problemeve. Vlerat e sodës së bukës në shëndetin tuaj të flokëve janë të larmishme. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e bukës e pastron atë dhe jep shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokun më të fortë dhe stimulon rritjen e tij. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë më të shëndetshëm dhe plot me jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndaj
ndërsa përgatitet mund të jetë edhe e këshillueshme edhe kundër alergjive. Soda e bukës duhet të përzihet me ujë të pastër në një shishe qelçi ose plastike. Nëse keni flokë të shkurtër, përzieni një lugë gjedhe me sodë buke dhe 3 lugë gjedhe me ujë. Nëse floku juaj arrin deri te supet, atëherë duhet të përdorni një gjysmë lugje gjedhe me sodë buke dhe 6 lugë ujë. Sa më i gjatë jetë floku, aq më shumë sodë buke mund të përdorni. Maskën mund ta përdorni në flokë të lagur ose të thatë duke aplikuar nga rrënja tek majat. E mbani maskën për disa minuta dhe më pas i lani flokët me ujë të vakët. Për shpërlarje mund të përdorni një tretësirë uthulle duke përzier, një lugë gjedhe me uthull molle dhe 4 lugë gjedhe me ujë, duke marrë gjithashtu një trajtim më të mirë nga përdorimi i sodës së bukës. Soda e bukës është një produkt i zakonshëm që mund të gjendet thuajse në të gjitha kuzhinat tona. Është shumë përdorimshme, ndaj mund të përdoret si një ushqim, ashtu edhe në pastrim. Ndërkohë soda e bukës ka efekte të ndryshme mbi shëndetin. Vlen të themi se ka aftësinë për të ndaluar rënien e flokut dhe për të stimuluar edhe rritjen e tyre. Ky element kaq i rëndësishëm si një shampo natyrale sepse mund të pastrojë flokët. Mund të krahasohet me një kondicioner sepse mund të zbusë flokët. Siç mund ta shikoni, ky përbërës ka shumë avantazhe për flokun, ndaj pse të mos e përdorni në vend të shampos. Soda stimulon rritjen e flokut dhe i pastron ato tërësisht duke e bërë atë më të butë dhe më të shëndetshëm. Nëse flokët e tu janë të mbushur me toksina, soda e bukës do t'i pastrojë ato më shumë se çdo shampo tjetër. Dhe kjo nuk është e gjitha. Duke hequr pistillokun, e lejon atyre që të jenë edhe më të fortë. Eliminon klorin. Klori mund të dëmtojë flokët dhe mund të ndryshojë ngjyrën e tyre. Soda e bukës mund të eliminojë klorin nga flokët dhe skalpi i kokës duke parandaluar kështu dëmtimin e flokut. Eliminon mbetjet e flokut të dëmtuar. E dini se mbetjet e xhelit, shampos ose llakut të flokëve mund ta bëjnë flokun e yndyrshëm, por soda e bukës mund të pastrojë në mënyrë natyrale këtë shqetësim. Është një përbërës i dobishëm që përmirëson në mënyrë të dukshme cilësinë e flokut dhe heq mbetjet e balsamit ose shampos e cila çon në shkëlqim dhe fortësitë të flokut. Ja edhe receta se si ta aplikoni atë në shëndetin tuaj. Gjithçka që duhet të bëni është të përzieni ujë me sodë buke në raportin 3:1. Keni parasysh se sa më të gjatë janë flokët, aq më shumë përzierje duhet të përgatisni. Nëse flokët tuaj janë më të gjatë se deri te shpatullat, këshillohet të përzieni 6 lugë gjedhe ujë me 1 lugë sodë buke. Duhet të vini përzierjen nga rrënja deri te maja e flokut dhe ta lini që të reagojë për disa minuta më pas e shplani atë me ujë të bollshëm. Në fund këshillohet një shplarje me uthull molle në ujë në raportin 4:1. Këshillohet që kjo përzierje të shtohet edhe pak vaj esencial dhe të kujdesuni më mirë që të mos shkojë drejt syve. Do të habiteni me rezultatin pasi soda e bukës do të bllokojë rënien e flokut, do të stimulojë rritjen dhe do t'i japë atyre edhe një jetëgjatësim më të mirë. Pavarësisht nëse dëshironi që fillimisht të hiqni pjesën tjetër të bojës që keni në flok ose të çelni ngjyrën tuaj natyrale, duhet të dini këto truke. Soda e bukës është një nga përbërësit e preferuar në çdo familje. Mund të heqë njollat, të paksoj aromat e padëshiruara, e përdorur kur vjen nga urthi dhe kur duam të zbardhin dhëmbët, madje edhe si një skrap i lehtë për lëkurën. Megjithatë, një efekt pak i njohur, soda e bukës është gjithashtu një shkëlqim i flokëve. Mbani në mend se, megjithse ky përbërës është efektiv në zbardhjen e flokut dhe heqjen e bojës së padëshiruar të tyre, soda e bukës nuk është e mirë për të gjithë. Ajo largon mbetjet e produkteve që janë grumbulluar në flok dhe do ta bëjë lëkurën e kokës më të mbrojtur, por për shkak se është alkaline mund t'i thajë flokët dhe t'i bëjë të dobët dhe më të brisht. Ndaj, këshilla e vetme është të përdorimi i saj me kujdes dhe evitimi i saj që të mos përdoret për një kohë të gjatë pa ndërprerje. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.